Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Ishte mi një përshëndetje të madhe nga unë Dorontina, ja ku jemi sërish bashkë, por në një tjetër fshat. E sot për vizit e kom zgjedh fshatin Bosi, komuna e Prishtinës. Me të hyn këtë fshat realisht po duket i zbrazët, por nuk po du krejt në fillim me ja hup edhe vetës që ka me konë ky fshat jo me banor, s'po du ashtu disponimin se e keni parasysh se unë kur nuk takoj banor, m'bjen pak disponimi se unë kam dëshirë do thot me fol me banor, me bisedu, qumër Dorontin, qumër sa fol këtë nësja punës, e që kështu ju tregu që qashtu jetë s'tu bisedu. Kam dëshirë shumë me gjetë banor për shkak se është edhe arsyeja pikërisht pse unë i vizitoj fshatrat me na tregu në detaje për fshatin cilin banor jetojnë. Me të hynë në fshat ishte shkolla, sheni është shkolla prapa meje, do thot, ai objekti i bardhë, se është funksionale, nuk e di, mbetet gjatë emisionit me kuptu edhe këtë informacion, uroj dhe shpresoj që ka me pas banor, edhe kemi me bisedu vishti i vendos shto syza se është pak ftoft, edhe djel po. Hajde ta shkojmë. Po duket fshati i bukur, i ndërtum mirë deri dikun, vende nuk është edhe aq, mirë po nuk po du me paragjyku ose me jep ashtu hipoteza hala pa e ditën se kush është realisht ky fshat ose për çka njihet më saktësisht, por kjo mbetet me u po për gjatë rrugtimit ton. E sheni qa po m'pëlqen, është do thot kjo pjesa prej atje në fillim, e deri ku do të përfundoj nuk e di, është e shtrume me kocka. M'pëlqen kjo, po duket fshati mirë, i gjelbrum, i qetë. Janë disa shtëpi që duken ashtu shumë të vjetra, shembull konkret, si kjo që e kam anash në kronë e majt, po tash, për shembull edhe kjo pjesa knej, po duket e lame mazdore, me siguri familja e kësaj pjese e kalon vendin, fshatin më saktësisht, por urojmë dhe shpresojmë që po e takojmë dikon. Thëmë drejten jam shumë kurashtare me dit me eksfloru këtë fshat, po duket fshat i qetë, por mbetet me u po është rruga me asfalt, do thot infrastruktura është mirë nivel, gjë që këto po e hasi thuje se në çdo fshat që po shkoj është një shenjë shumë e mirë që edhe në fshatra kanë punu njerëzit, tash krejt nuk na nxan në qytet. Ma herët e ndëgjova dikun një muzikë, duke se me pas ashtë të dasëm, jem të e pa një djallë në obar, po shpresoj që ka me na pranu të pakten këto para dyrëve të oborit, edhe nëse ju në obar nuk ka problem, mu mjafton vetëm 1-3 muhabete për fshatin, edhe vazhdojmë tutje. është të punu. Oj, zoti shpis! Përshëndetje! Nuk po më dëgjon se është e prej barin. Ai një kësaj të shpia juve. Përshëndetje. Përshëndetje. Ai e mirë, qëshje? Unë jam Dorontina. Jam gazetare, ku marrë në fshatin e juve. E keni problem kamerën? I kam vetëm 3 fjalë për fshatin. Jeni banor i këtij fshati? Dojt i kam këto. Ah, je nipi? Nipi. E këdo bori, më shash.
Ku je doja? A qëto e ki doja? Jo, ne. Edhe kjo nipi është atë të zokaja? Po. A hala do më thonë, po shkoj kanë djemë të dojta, ju lumë. Shë normale, këta në kanë rritë. Ne i kemi milion Kejmë gurbet i kem. Ua, e do thotë ju e mirë mbani, kujdesni për robote. Po, i qëta është e ka njësë më zekua, se kena edhe gjyshën gjallë, se gjyshën në ka dek, kështë që jena orë, faleminderit. Keni orë, vini shpesh e vizitoni dojtë, më thotë që po? Po, mas ju më zekua ma shumë stash po, se këto aftoft me nejtë. Me dru më zekta, se për nërshës. Qish po ju presin dojtë, ashtë si dikur, edhe pse ju po duk në shumë i ri, edhe nuk e keni më rriat kohën. Qërën, kërë më konë thmi këmë të dojtë shumë, kanë rritë këta. Po, atë që dojtë kam gurbet, krejt, tretë. Po duket që edhe ti nuk jeton këtë. Unë jem në Prishtinë, në Prishtinë jena krejt. A, mendova si jeton në ndonjë shtet, ashtu ma jep Jo. atë përshtypjen. Apo më tregon qysh është ky fshati i dojtë? Është fshat i mirë? Fshati mirë, vaj kur vi këtu më do këtë filna, se në Prishtinë, atja ojë ma do të mos e në vende këtu më pas. Krejt po kemi ankesa për Prishtinën edhe po vazhdojmë me jetu në Prishtinë. Qa me bo? E kështu me të jep mundësia për çfarë më thon gjyshja, hajde po jetojmë bashkë. Po, Ai bashkë shë- me jetu, po. Ata është do më kthy me jetu me gjyshen? Po, normal. Lumt. Çka i bën mend që ka bërë gjyshja për juve? Më ka këqyrë shumë, më ka rritë, o kujdes për neve, se sene. Mendon që vazhdon me kon dashnia e gjyshes, gjyshit për nipat edhe mbesat Po, siç normal. shkon dikur. Që na me dojnë atë të shumë, edhe kena dashni për njën tjetërn shumë. Po. Por çdo punë në jena të begatshëm për ta, dhe jetën me jep, pse jo? O ju lumt, çfarë nipash halal paska. E tash po du më ndol tek ky fshati. Është fshati i banueshëm? A e din? Për shembull, ai viziton ndonjëherë edhe këta dojt ku i shi? Kushëri kem këta. Po, Kushëri. folio me ta, çështja e mirë, okay. Që sene. Sa mi këprit se janë këtë të dojt, përveç Shumë, juve që ju shumë. presin, për shembull unë nësët që kom ardhë si mësafer, a i prit një kështu? Po më ne, po probleme të në mi me pinesen. Faleminderit. Jo, mu mjafta veç më më thirë se jo s'po hi, veç deshta me ju përshëndet. E a i nipi tjetër s'po vjen, a? Ej, a bën pak edhe unë barin? A godzaj? A po malëshën pak që ato? Tash pak po fillojmë me kositjen e barit. Ka veç më tregon cilën pjesë e ka përfundu ai djali ushi, a më pyet çnej. Hajde poshtë. Ande, të fshita. Ik. Çfarë adrenaline po mjep. A e bëni kështu me rend me kusit apo veçaj pjoni? Ja u prish, pasha zotë ja u prish. Me rëndësi një pjesë ja u kom përfundu. Ha? A e kom prish? Po nejse, ka të shkojnë në drejtë që diçka. A më është të nalë? Në gjithë ma valla se pak e vështirë po m'duket. Po m'duket vetja si shumë ahirë. Me dorën po. Sa ju pëlqen me i bo këtë punët e fshatit? Shumë. Në Prishtinë, në mshelë në për banesa, në për shpia këto, është... Në duket interesant. A për do me gro? Si e ka aty Allah. ma mirën e. Hajtë vetëm në i sen, si gazetar. A, sa e keni rrugën? Bip! Se keni ma shumë? Kush mëre? Haj mëre t'joll. Ka ke metë mrapa, ko që? Qysh mëre 200? Unë e për 200 as i moshin tem nuk e qes. Qa me ndove ti? Keni edhe fomë, se edhe në pagu në vishpe. Me sin, po me muj. Kur të shenë bopa jam që emision, ka më thëma miro minimum të bopës tonë. Po, po me ndoj të familja, apo me ndoj? Wow, shumë nice. Mi ka shti muskujt në funksion. Mos del njerë, se rri prapa ka mirës. Djema, është i banushën pyetja e fundit, a muj me gjithë banur? Se po më interesë, po t'i harrej dursat.
Ku ka shtëpia? Po kështë rrugës nuk po gjej tani, po më do të më ju hinë për shtëpia. Rrugës shumë problem. Faleminderit shumë i nderuar. Atë përshëndes. Shëndet. Ka të një mirë. Knaçi. Ani me kërë akom. Ja me kërë. Faleminderit shumë i nderuar. Do shihemi. Ç'jo. Edhe s'më thu faleminderit që ta kryta kogja një pjesa. Ha? Mos të shakonën. Ja, mos të shakonën. Këtë meti. Djema faleminderit shumë. Shëndet, me të mira. Anë potë mërë sa punëtore, mos të keshë në i kërkasi shkon heqa, krejtë dhe më thonën e vetja, ja kryta për një minut punë mo. E prisha? Ja, mre qëfar. Tash po me të kondorë, maqinë. Vazhdojmë, një fshat interesant kjo rrugica, pak e ki problem ondi, ta kuptoj, por ka të këthejmë ko me pas problem ondi për shkak se është shumë të poshtë. Pra, është një prej viseve malore këtu që e kam përballë. Ka mja mojtë më Renatashte. Oj, zoti shpis! Tyho, a i një kësajde? Pse edhe pak? Ja, mëre ju edhe shumë. Vash që tash pak i keni ndresh punë të më knoq me jetu? A je lodhi ndërum? Përshëndetje i ndërum, a je mirë? Unë jam Dorontina, jam gazetare nga Mediumi Shqiptar Sekret, ku marrë në vizitë të fshati ju, me nga tregu pak për fshatin. Është fshati banushëm, unë realisht nuk e një fshatin, edhe nuk është që po takoj banur. Qa ka ndodhë? Kështë shtëpia bukur mirë pasë. Paska po dysa janë shprast. E kanë praktisë fshatin për çfarë arsye? Praktisë shumica. A mund të më na tregu arsyeën? Arsyeja valla këta tric po duhen me punu. Në bujqësi edhe po largohen në qytet se shkaku i punës. Po mirë, po nuk është edhe aq larg prej. Po s'është aq larg, po këta tric spedojnë. Edhe për çfarë shkak? Për afërsisht, a mundesh më na tregu sa shtëpit banueshme janë? Për afërsisht. Pra është se këto janë, krejt, këtë fshat janë 65 shtëpi. Amo për gjyst është e pabanueshme. Për gjyst. Dikon ndoshta ofër 30 veç janë banueshme. Që unë i kam 8 antar, veç 3 jenë të banueshme këto. Djem do thotë e kanë lënë, a? Djali me gjithë djem është Shkosovë, po. Shkosovë, po. Për juve, ç'është jetesa në këtë fshat? Pëlqen për shembull, a e kishe menduar edhe ti me lënë me shku me djalin? Jo, unë jo për vete. Për vete s'moj, se e kam edhe djalin jashtë të madhin, ai në Gjermani ka shtëpinë në Prishtinë, e pabanueshme është. Veç kur vjen pushim. Edhe djali ashtu, po unë s'moj me shku me nejt. A sheni ju personalisht të arsyeshme me lënë vendin? Unë s'e shoh, nuk e shoh arsyeshme, kur qysh. A kon ke pjesë e vështirë kur djali e ka marrë këtë vendim? Pa tash s'po di çka me thonë. Ai punët e tyne, vjen djali këtu, se bet neve vjen shumë shpesh edhe ma shumë rrin kësajde, po. Po, vikendit e këtu kuptohet. Po, gjështë. Sa po punuat në këtë fshatin e ju? Shumë pak janë 4-5 shtëpi që mirën kanë blegtëri. Edhe mjellin disa toka. Krejt të meqë, veç livadhe.
Ata i shfrytëzojnë me çato gjë, dhani kanë ka 5-6 copa. Dhe fitim kanë. Çaj që të vonë në këto momentet? Nikolis flesën e lopë kam çatë e moj Me shpër sa po, se vetë plakës edhe vetë. Ja ka halo po mundet, a me lupë? Wallahi se di shumë të bolzar. Unë të 2 vjet i kam, po munona diçka. Të dy, Po, është maj valla. majtu. Po, te dikon. Ndoshta dhe jeta kështë në fshat, ju Po po një me u shumë, duk shumë më më pëlqej, usun rrije. Po më interesën kjo pjesa krejt kështë me konë mohet, to livove. Po, ma shumë gjoja shfrytëzojnë. Se që mu për veti se shfrytëzoj të ukën kur gjo. Një lupë që aty, pak i shumë djali ja bën, edhe qatë lupë e moj me qata, i shumë kur gjë tjetër. Fshati Busi, mu po më interesën me që është fshati komunës Prishtinës, Po, sa është marrë komuna me juve, ose sa ju kanë dinu pavarësisht një qka. Mirë pasha zotin në marë. Komuna autobusin e kalshue 8 herë, 9 herë ditë e djenë, autobusi, po, që... Cilit 3, ja, 4, Jo, është privat, është... Po, mendova mos këta urband. Po, ta është të lidhë me urban. Po. Të dhe cent e ki banesën gjë ditën më anë, Pësa orë do është po, autobus? po, Shumë e mirë. shumë mirë është. Ja u ka lecuk, Shumë, banorëve të fshatit. Shumë jo ka lesua, kush dënë me punu, po ta të rritë s'po du. Shkurt. Po më interesën këto shtëpia që i kam Po, para, po më interesën mihni me to, me familjarët. po, së metë, veç nga plest, ta të rritë su interesat A që. ka mbet në isha? Po, 1-2 veç. Ani dhe ma shumë nuk duhet se rriti sa ma i zgjeru ma keq Po, është. kur po koha e mirë, po dalëm ka pak, që sajde se ju. Sa mi këprit sa jeni me që Po shumë, jeni në komunë Prishtinës edhe Po. a muni me kom pak me ndjem dhe i kështë a ju? qështa? Jo si banor të fshatit. A muni me kom me ndjem dhe a jeni mi këprit sa jeni ashtu të lirë, të hapon? Po të hapun jena, po s'kem me ka. Që për shumë nësat ju mardh? Qka ka? Hajde, jo, ardhë, hajde. Jo, të i shka që shka. Jo, je mirë pritur në ardhë dhe mrena që aty plakën e kam. Qysh jo, ardhë dhe shka. Jo, s'tash Aj ashtë. gore po bëj, aj gore po bëj të rumë. Nëse ki diçka me të ndihmu, të ndihmoj. Jo, s'ka Nikolis e qesë në ditet, s'ka ma shumë një lupë. Ja, që, ku ki me qokolicën? Dhe... Ajde që one po ta që është qokolicën. Ajde, shkojmë. Ama unë jetë se shpejt, së unë me më zonë. A bërë me lënë këtu? Shumë mirë. Kjo është shtëpia juve, apo kjo e bordha? Ata djelët e djallët i kanë kërët, ma shumë i lonë këtu se tash atje në për qytet Po s'ka. vëzit? Po vëzit? Unë e ja, ma qëfar. Se Ja. një vitin gati, ja? Ja, s'këm traktorit i këmë graf pak, se ja. A i ki traktorin halo? Po, që aty e kam, që aty. A pelqen në herë, ajo? A? Ja. S'ki Djali kur sigurisht. vjen në i dru, që ma banë për vjeshtë dhe për që ta e shumë për lupë, që tjetër. Kështë fshat shumë i bukur. Po Shumë, Çfarë kush thoni? do me punu, shumë. Shumë peisazh të mirë, Po, shumë. rruga qebre, Së thuja qytet. te i në tyri kam kockat. Tash ka nisë edhe fshatrat mos mu dallu fort prej qytetit. Asfalti thuja në çdo fshat po është. Gjdo fshat. Kije, autobusin e kije, kërët i kanë, A keni xhami në fshat? gjamin e kemë të shkolla, e mramurit atje, të përmendorët. Po e poshtë shkollën. E që aty për, është gjamia për krejt mramurit, Po, është. apo shkojnë heq, a ka kështë të Po vëllaj, po s'ples një herë, se ja, Po, ta të rrit ju. Edhe tash edhe jeta ma dinamike, puna mirë, po për fali duhet me gjetë kohën, po kjo është individuali. Sigurisht. Indrum, na të përshëndesim shumë, ishte shumë Faleminderit edhe të kënaqësi, juve, po, ju unë dha s'jam shkejt qatë mirë. adin, shumë mirë, 3 fjalë për fshatin edhe diçka tjetër nuk është që ju pyesëm. Ne na intereson veç për fshatin. shoti është shumë i bukur, po,
të rritë, shkort të rritë s've dojnë. Si gjithkon. Si gjithkon. Pa morë parasysh, ama këtu nuk ka konë fshati që me lonë, po s'po dojnë. Bes ju, fshati shumë i bukur. Shumë. E tash me na tregu ka mundem na me shku që mundem me gjithë banorë. Cilat shtëpije ose. Po që aty është një dugoj që aty. Që aty gjoni ma shumë. Ja, e po një market i vogël. Ja, ai është atje, Po, në ai- fillim. Po. A që kjo që e ndërtesa e barë që aty është. Më njerë, Si janë të po, posat e... drejt që tush, për të bandera. Se të i sa dalë të E, bandera. aty muni me gjithë shkojmë. disa trise vëlla i ples besoj që gjoni. Unë se kam problem, si tri, si Po, pleq. ani, faleminderit. I ndrum të faleminderit shumë. Me të mira, miru pofshëm. Që sa mu ullën në shtëkret me pushu, më knoq. Hajde më rull, apo ullën pak. Hajde mërë se kush ja ka po hojrin punës veçaj që ka punu. Ai, këna me bo një dik. Besa që të po më isha me bod në i fotë. Ja mërë se s'po bëj fotë. Sa mirë edhe kontinjerin e pas kanë këtu, tek kjo rrugica, do thot ofër shpive, këtu grumbullohet bërlogu normalisht, edhe me siguri. Kujni shpia juve? Mirë, faleminderit ju. Gjuma topin. Hajde. Ato piri shkaj pasha zote. Dhe krejt romple. Papa e nëzona dikur. Apo e shem benefitit e fshatit. Kno, që shtë po ma kujtëm femirin. Ondi me bo me pocit që thënë këta të Prishtinës. Penal! Hajde krejt ma halla në kamirë, hajde! Po ku që një jo, po mu kime më po deri sa deksh. Hajde flosëm, hajde shpejt. Se po ki qef aty më po, të pi qajt në zetë aty shtrem në salon. Ec këtu me full. Unë jam në zuna diren. Sa njerës të mira. Pe ahrit tonë. Qa ko lidhje, asëre nuk rinë shpema mirë. Jes për qesti. Nuk ju morë këtu mjë gjithë nu se valojnë, veç për fshatin me fort. Hajde flosën bashkë. Hajde një dy. Po çfarë fshati është? Po e pasha zoten, që nuk t'ju mdojnë prej që turi. Pa fol njoni. Qësh më ka tha fyt, ja Red Bull zgudzej se rrahjet e zemrës po më shpeshtohen. E jem e ligë për i zemrë. Jo mërë qëfar e ligë. A i din që jem e zdrënice? Qysh se din? A? Po thua pse? Pse qa i keq? Ja shumë. Hej! Qa po do, a do në Golden? Se na me hullë sëllosi, kemë gjeni e gjojna. Hajde gjona gjenë. Që të po me kena mi qitë? Së sa më shbënëm? Jo, gjeni. Qake. Mu Allah e qetë me... Që të ka të umojt një nej? A do një mësafir? Përshëndetje, qëshia je mirë, Dorontina. Ty të kom folë ma herë, po hajtë edhe i herë po të folë. Mirë, jo? Hej, wow, letra. Hajde më të shesën dhe i dojnë ashtë. Hajde. Ju më bura tjerë. Prej! Ju më bura tjerë. Hajde mos në stovin këtë. E më stave me ta pagu më mundës. Me luj me bujna. Hajde se fitan. Me morë, shkujnë e mërtë nëmë, sa bën? Bravo, qashtë. Hajde, bismillah. Si
këshir letrat andi, që vjen të të kamera. Që se më herë. Mos me këshir letrat andi. Në marrëveshje. Se veti se ke qitë më të mirë, ha? Si. Në fillune? Po, fillo. E ti kjo i ka 10 poenë, me bo me ta në zonë. Letrën, vaj. veç tash e morëm letrën. Lahin, viljahin, për ndohë këti mujta. Si në të edhit. E që dhe pak më kam itë. E se dia apo më një zoni, te moj qështë të mikrën. Mirë? Bukur. Tash mundesh më ardhondi? Hajde veç pak se tani nuk besëm publiku. Dhe më thonë, 3, 4, vetëm mungon. E keni parasysh? O mese në Drenicës me mujt. O me bo me mujt pasha zotë nuk e shkeli mas një ven heq. Se më vjen morë, më vjen i noti. Hajde mëre për një. Yes! Që, fitova. Bravo, të jesi. E tash me qëtë mi, pije një mora, me fitova. S'po bëj fjallë vish po iku për ja u lodhë. Me fitova, e patë dhe vetë, përshëndetje. A ju përshëndesëm i ndërun? Faleminderit shumë për nejen, lojen. Nuk jenë të ditë këta kënë e patëm për bolë. Drenicakën, mesën me mujtë. 9, ka po vazhdojmë? Jem të i po fëmin të orë për i shkollës, është shumë djelë. Më duhet me pa tjetër me vendosë këta gjëzlëk të mi. Pas e dia nalit, përshëndetje! Kryeni shtëpia madhe! Sa i respektu një lumë, veç a mund shë dhe klip në qelës. Më falja! Përshëndetje! Unë jam Dorontina gazetare, nga Mediumi Shqiptar që krejtë. Që më që ma traktojnë, se unë e fozite? Ha? Apo? Nëse... Hajtë, delti që tonë në hypin traktor dhe bojmë intervisten. S'po bojna, veç bëhtesa. Pse s'po bojna? Pa. Ja, s'gudzej me dalë dë rrugë me këto pasha zotë. A thuam leviz që kë? Deri po... Hej, hajde flasëm pak. Jo me ki djallin ku më folë. Përsa e ke morë taplje? Për bashkë. A e ki largë bashkën? Njoni, dhe më thonë një sheta? Shumë mirë. E ku pe merë? Nuk një, ta? Ishë për fshatin, po me interesën sa është fshat i banushëm. A është fshat i banushëm? Qka po pononi, qka boni? Jem telefon një gru, o dola atje po më gjërën, pas e di, ato ja ka telefoni mirë.
Mirë me punë, do thotë tokave. Po, katuni, në përgjithësi, dhe më thonë, që ja nisi me këcy. Kështu, sa është fitim prur se kjo puna e tokave sot për shembull. Me që e kem parasysh se i ka lënë bukur shumë mazdore. Unë është e mirë, se qatë puna është mirë. Ju punoni, do më thonë veç këto me punë shtëpisë, diçka nuk punoni me profesion? S'ka llogari. S'ki llogari, e ke gjetë veten? Mi ishte në vend tonën. A nuk duhet me shku në Gjermani s'ka sa. A ke provu ndonjëherë veç në bazë në dëgjume? Jo, s'po them se Mi po kur ja del, normalisht s'ki nevojë pse me lë fshatin. A jeni kështu hiç si fshat, po më intereson banorët, a jeni shoqënuar me vetë, a keni raporte të mira? Unë po nisna tek ky marketi ishin do çuna fantastik, kalum shumë mirë, po shpresoj që jeni krejt kështu me zveti, ju veç kur vi me kamera, a? krejt, se është këtë njën të një mujna, qatë mujna, sa kur s'kem vaks. Atë një mujna, se zillet. Shumë njerëz pozitiv, a ju lumt? Fanë, se edhe na punojmë, apo këtë qëllën që shumë të punu, unë një mujnë, pa por e eqë. Prej punës kem diçka se të nejtë Kur ka me morë dikush të ndërë me punu, atë punu me porë, se është i ju. Ka heq të ndira? Ja, se s'kem vakna me punu, se kem biznes të unën, kem dhenë, kem dëp. Po, ku i ki dhet, a i ki largë? Ja, kështu si kene, këna shumë. Kini qua? Sa i kini? Sa cupa? Ja, në kënja 400 cëpa me kinja. 400? 450 që të dy vendore. Sa po e len jo, sa po ma len? 150. Ja, s'ka të dorën për 200. Ja, 200. Hajgore po bëj. Tash edhe veç ja fillon koha jemi edhe ma ofër fiter Kurban Bajramit në fakt. Besoj që veç kanë filluar rezervimet apo? Po ishtë. Fillojnë tash. I kemi shtërinë të unë vinë të shpia o prejna e krejt. Po ty e bëni edhe premin kasap hong. Po, me prejna e krejt. I kemi me shtërinë të unë dhe... Po ju po e kryshit punën më të madhe. Të një ata s'ku me shumë me morë kasap me morë, të kusha me 20 erë, 30 e. E po du më ndollë tash, kur e bëni premjen në llogari në qatë 250 apo ekstra diçka dhe premin? Ja, prejna për mishteri. Për mishteri dhe më thonë me qatshme. Po, me qatë me mishteri. Qikina, që prejna porë. Për shembull një delë nëse e prem, për sa do thotë e përfundoni krejt me meshe me këto procedurë? Një orë? Ja. Po e morë të ashish, ja një orë, ja ma shpejt e prejnë. Më shpejt. Do të që i prejnë të vetë a diku? I prejnë vetë. Çfarë ndjesi është me prej? Po gjënami prej, po na s'kem qave prej. E kalon zotë. Kalon zëti. Ndërum, unë po ta liroj traktorin. Po m'vjen keq me t'lo pa traktor me dalun e po i hikujna në barë. Hajgore po bëj se jo edhe traktorin e voziti, kam fakte që kom vozit traktor, kom lavruara me një fshat. Prit një bojk shumë mirë, po edhe ju më pretet shumë mirë, e ju falenderoj për zemërësisht. Pa nëse për juve. Bere qetë në punë e krejtë mirat. Na falin se të shqetsumë dhe të pengum. Po, jo, pa qitonës shaheq. Hajde. Edhe... Me mi morë 500 euro? Mi pasëm 500 euro zvi këtu heq? Hajgore po bëj. Qa më ro? Ku? Sa e kum ble bre 3? Ja bre ti kësha dho 500 euro, po qyshia. As pijen ta kësha lo, po është e qelë. Hajde me të mira, ka lofshit mirë. Mama veç pak o ndi. Qëra më në theva telefonin. Me që të mi që tash keni fillu me marrë në sysh, për shkak se i kum thynë një palë syza, tash telefoni, valla më dhem se vetë se e kum vli. Po që ka t'i bësh? Sa dhe mora me veti, normalisht gjithë herë e lonë qontë, po... A e shini atë po minë sa e bukur, apo afron veç pak? Qeni, a jemi mu? Sotët? O, nuk kam ju plëcu dëshira e një pjesë të vogël publikut që po ma dëshirojnë të miren me më hongër qeni. Në fund të ditës nuk është njerëzore kjo. I kam parasyshën e rreziqet, jo me vedishme. Mirë po,
Unë as hasmit si kësha thonë, inshallah të hanë qeni. Por që nuk jemi të njëjtë. Jam të e poqë të një zotëritit. Përshëndetje! Do një musafir në fshatin e juve. Si jeni? Unë jam Dorontina. Na vjen mirë. Ju? Familja? Mirë jem, rahat jem, shënëshim Qështë po kalonin këtë fshatin e juve? Mirë që gjithë mirë së në lejnë rritë që 50 vjetë. Mirë jem e shumë. Shumë, për kondraze shumë fshat i bukur. Po, u që kam ronë në sy është që po shoh shumë pak banor. Ja fshatë unë, banorët të unë jena, me thonë përgjithësi, jo bashkë krejt, jem shku dhe shumica në për qytet. Përgjithësi vim vjen krejt këta apet jetojnë në shumica. Do sa dhe vikindet i vizitojnë kështë Po, bashkë. normal vikendet jenë katonorët. Sa janë konë të në vinë këto që hona flia jetojnë, si gjithë. Mirë presëm apet jenë në shpia dveta si gjithë. Qysh është me jetu në këtë fshat? Qysh e bon jetesën? Më interesant qysh fillon një ditë e juvja dhe qysh mbaron? Me qenë se fshat jonë është një fshat besnik, është një fshat i urë, një fshat që e kalojna mirë këto. Këtu ja fillojna shumica e në blektar këtu. Kanë blektar jonë me dhanë mirën, me për vete personalisht jam me katonorët mi këtu, jena një grupë ku i shitund. Shkojna punojna, jemi me punë, vina, kalojna mirë në katon. Katoni është i qetë, s'ka probleme, s'ka nga të resa. Rrugën e kena mirë, jena ofër qytetit. Ta në të mirat e zotit. Shti qa me thonë, kur gjërni diçka të kesh nuk onë katon tonë. Sinqerisht në... Jam njerës, jena ne, shti që me thonë, jem si familje krejt, s'ko të keqe kur kush me Dhe ishit shumë të lidhëm. Na jena krejt, një jena. Unë isha atje poshtë me Të një na market, nuk vesëm të na kush me hi me morë një po që edhe në hina e mora dhe dola. Jas, Po më duket edhe në u bona se banore e këti fshat. veçurnat, që si e martu me djemë tri kjena bollë. Po është gjemë tri bëllë, sa dushke. Sa dushko. Ndërum, unë e thëmë realisht e posh një sinceritet në sytë e se cilit banor që bisedova deri me tash. Ishin njerëz perfekt. E keni mbajt këtu, ose te këtë fundit jemi Ne shqiptar? kena, mujna me thonë, na jena shqiptara gjë normale që ne do të me respektu njoni tjetërin pa morë parasysh. Çdo senit na jena një gjak, kena luftuna për këtë vend. Unë e kam edhe babën të humën këtu, mu ka vra baba, mu ka vra dy kushere këtu në luft. Nuk ora është baba jam, gushlime për gjithë. Po si ka tonë, me kam sinqerisht jena shumë të lidhen me zvetin nas. A u konë kjo lidhshmëri edhe para lufte, Gjithë, apo na mbas lufte? bobe, babgjëshe, katra gjësh, na si na vetë, po të thëmë sinqerisht, na sot hina. Mujtë këkuj që jemi i vjen këtë one, s'kena diçka të keqe me asnjë fëmija ndë në herë të shkolla halitin nga pak, është gjë normale. Amo saj përket kështu, jo, kena dhe gërbetgji shumë që jetojnë gërbet. Përshëndesëm rrëgimtar Kena tonë matë mirë. gërbetgji, atje jetojnë shumë, atje vinë këto kur vinë pushimet i bojnë katon tonin. Nuk dalin me të thonë realitetin në për qytetet e tjera, në për vinë, kalojnë të na, vinë, na vizitojnë gjithë dhe kalojnë na super. Malli për fshatin nuk i len me dalë në qytet. Dojnë me shiju deri minutën e fundit. Mu më dhonën rrugën B, rrugën C, rrugën Grande, e krejt me dhonën unë i kam 19 e bërë qëtë mund. Qeku e ki rrugën? Që ku e kam 19 ku i kam në abortemin. Rruga B, shikus në dërum. Hej, a ju jeni që ju thiri bashkëshortja? Po, unë jam. Unë ty, Ja, unë jam. te loqët unë të e prithash pas ka qenë gjëmë. A kjenë gjëma? Jo, si më konë gjëmë kështë të po shumë, e thonë realitetin, për diçka një sy mu ka infektue. Ku me ditë, tash prandera. Unë e për vetit, ku kem ku e patë mlofën, unë e kam 19 e bërë që të shpi, nuk e kam halat, do me thonë diçka, po ndërkohë ndreqet edhe kjo, e jemi ashtë kërësur. Kanë qitë. Rëma, jep ma rrugën B-a, C-a, D-a, që po di unë, fush Kosovë na. Rruga B ka mërë po mjetë tjetër më të bukur. Unë nuk e du për vetit, s'me me tu. Besa rruga B tash nuk po është e frekuentu me thuja se heq. Valla qysh pesha, unë e prom kesha se dhe zëtë. Apo bjem kjo Na fal. Asha Ta mos vjekesh për rinin, vjekesh për. Edhe më vjekesh shumë për rinin të unë që pelshojnë Kosovën. Unë e vetë kom me për cilë djolin tash për Gjermani. Inshallah ka rrugën Kom e me shku hajrit. të djoli Hoxhës, kom me shku të djoli Hoxhës.
Vizita apo Jo, djali Hoxha se ka firmën atje në Gjermani. Shkon të djali Hoxhës atje me punësim krejt me të natë mirat shkon atje. Po, Miqtë e mi, e sheni filxonin e kafes, unë veç e pita një kafe në shtepin e zotriut Dulla, Abdullah e ka emrin, por Dulla e njuhin krejt. Do thotë unë veç keshim përfundim edhe nuk më lëshoj pa e pin një kafe, e falendroj fillimisht nusen e ti që nuk hezitoj me njerë na i sjeli kafet, po ashtu edhe zotrin, ishte shumë knaci me ndona ditën sot më shatin e jumë, e veçanërisht në borrin tënë. veç që pas bo mirë, i në të mirë se ardhen, faleminderit për juve që ketë na vizitu të fshatin tonë, i në të mirë se ardhen për kafe, për fli, për çka t'ju dënë shpirti, për përpeq, për çka të dëni, i në të mirë se ardhen, faleminderit për juve që ketë na vizitu na prezentoni katunin tonë që edhe na jena dikon, edhe na jena një shtet, një katon i Kosovës dikon, një fshat i Busisë të Mramorit. Shumë i cen njofin, shumë refugjat kanë orë, kanë najten këtu. Me mija refugjat ka pas kanë orë, kanë najten këtu. Po pak po vinë me na vizitu ata. Pak kanë orë me na vizitu, po halal e ko buka jonë. Sa problem. Indrum të falemderit shumë. Mirë se ardhen një gjithë. Është knaci e jemja personalisht me ndo kohën e jetës teme me një familje si juve. Faleminderit, shumë faleminderit, respekt për juve. Faleminderit shumë, faleminderit. Miqtë e mi, unë s'po lëviz edhe për pak qaste, ju vazhdojnë të qëndroni me emisionin ton, kemi shumë çka për me ju tregu, por në ditët në vijem, ne do të qemi përsëri deri në takimin ton të ardhshëm. Mirëmbëjtje!